Sfax barkon në autoritetin portual në Durrës dhe sekuestron dosjen e tenderit për portin e ri tregtar në Porto Romano. Dosja e tenderit me vlerë 400 milion euro u sekuestrua nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit të martën, në kuadër të hetimit që po kryhet nga prokuroria e posaçme në ndyshimet për abuzime me tenderin. Procedura u shpall në dhjetor 2024, ku në garë hyn 5 operator ndërkombëtar. Në fazën e parakualifikimit të tenderit u skualifikuan disa nga konsorciumet më të mëdha europiane, mes tyre Jan Denul dhe grupi Vinci. Më 14 mars 2025 kjo kompani paraqiti ankesë, por Komisioni Prokurimit Publik, pasi u shërtoi, vendosi të mos e pranojë atë dhe të vijonte me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. Po ashtu u skualifikua dhe konsorciumi Vian Ord, një kompani holandeze e njohur për ndërtimin e porteve, me argumentin se nuk kishte paraqitur në kohë ekuivalentin e licencave dhe dokumentacionit të stafit. Kështu në garë mbeti vetëm Arkirodon, kompania e cila brenda 9 marsit duhet të paraqesë ofertën financiare dhe të finalizohet edhe kontrata për ndërtimin e portit.